ri është shumë mirë, po ka diçka që është shumë më mirë se sa t'jesh i ri. Shumë më mirë se t'jesh i ri është t'jesh i lirë. Neve të dashur të ri dhe ju të tjerë na mungon liria. Shqiptarëve në Maqedoni ju mungon liria. Ne po mundohemi, unë dhe ju, për dëshëja që ta hekin këtë eufori të rrenjshme që është kriju të kombi shqiptar, kinse me 100 vjetore e pavarësisë Shqipërisë dhe me çlirimin e Kosovës. Këto janë të vërteta, po ka një të vërtet të madhe të dhimbshme, 1 milion e kombit tonë është një shtet ku qeveria ja mohon të gjitha drejtat. Një lut juve që bashkërisht punojmë, t'i bindim edhe të tjerët, se neve nuk na mungojnë deputet, kryetar komunash, ministra, sekretare, sekretaresha, shofere e kështu me radhë. Neve na mungon liria, neve na mungon drejtësia, neve na mungon gjuha shqipe, neve na mungon kultura, neve na mungon infrastruktura, punësimi, neve na mungon edhe idarja. Mundohen që të na mashtrojnë, duhet t'ua themi realitetin me një apel përfundimtar të fundit, edhe Ani Ahmetit edhe BDI-s. Ata duhet urgjentisht t'i përgjigjen pyetjes tonë. A janë me shqiptarët, me Shqipërinë, me Kosovën, me NATO-n, me Unionin Evropian, apo janë me Gruevskij? Nuk ka më asnjë arsye minimale që ata të vazhdojnë të mbështesin këtë qeveri. 1 muaj e 2 javë ka deri te samiti i NATO-s Chicago. Unë kam një shpresë minimale se ata do të braktisin përfundimisht këtë qeveri anti-NATO dhe anti-Unionin Evropian dhe këtë qeveri që stimulon dhunën, brutalitetin dhe vrasjen e shqiptarëve. Të dashur të ri, do të jeni të bindur se çdo veprimi juaj pro interesit kombëtar nuk do të shkojë kot asnjëherë. Unë nuk është aq modeste me fol për veten, po flas në emër tuaj, gjithmonë i përmendin kinse veprimet e mia negative. 1 sekond mendohet se prej një moshe të re si ju kam mbrit deri këtu me përkrahjen tuaj vetëm duke mbajtur rrugën e drejtë. Vetëm duke qenë në shërbim të kombit shqiptar. Tash edhe jam i detyruar edhe në aspektin kombëtar, moral dhe politik, flasë edhe për Gostivarin. Të nderuar Gostivaras, do t'u flasë në veten e parë. Unë jam menduthasi kryetari i PDSH-s dhe unë i vlerësoj shumë 5.000 votat tuaja që ja dhatë platformës Partisë Demokratike Shqiptare. PDSH-ja është partia opozitare më e fortë në Ballkan, po PDSH-ja e Gostivarit është më e forta në botë. PDSH-ja në Gostivar vepron si opozite dyfisht. Për këtë arsye dua t'u premtoj dhe t'u garantoj. Lloj-lloj muhabete qarkullojnë. Ata vota nuk i shes në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë. Atë vullnet politik tuaj do ta përdor për interesin e realizimit të platformës Partisë Demokratike Shqiptare. Për nga përvoja, për nga mosha, jam plotësisht i vetëdijshëm se ju ata vota mi keni dhënë vetëm për besa-bes dhe Rizali la se unë s'kam pas ofertë tjetër në Gostivar zgjedhjet e kaluara. Besoj shumë te ju, besoj te kryetari që u zgjodh, besoj te Rushiti, te Gazmendi, te profesori, besoj te gjithë ju dhe te vetja dhe te platforma
dhe jam plotësisht i sigurt se ne do t'ja dalim. Ne duhet vetëm ta përshpejtojmë momentin e fitores. Fitoria është e kësaj partie. Roshi dhe Qoshi, faleminderit. Serdal Seferi, Rauf Shehabi, Leon Ramani, Gusar Musliu, Erzan Emruli, Vullnet Useini, Vullnet Elmazi,